Garantues për zbatimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk do të jetë vetë ligji, por koalicioni vlen. Kështu thot zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali kur u pyet se përse ligji i ri nuk ka masa ndëshkuese për mëzbatuesit e përfaqësimit të drejtë në institucionet shtetërore. Sali bëri të ditur se është parapar një trup koordinativ që do të udhëhiqet nga vetë ai ku do të marrin pjesë edhe disa ministra të tjerë dhe se kjo gjë është garancë për respektimin e ligjit të ri, duke shtuar se pas miratimit nga afër do të monitorohet zbatimi në institucione. Garantues për këtë jemi ne, domethënë se ligji do të respektohet dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat do të implementohet në sistemin administrativ të këtij shteti. Natyrisht ligji parashef formimin ose krijimin e akteve nënligjore me të cilat nëse në rastet e nevojës do të mund të miratohen dhe mbas asaj të veprohet në të ardhmen. E dini se në ligj është parapa formimi i një trupi koordinativ të cilin do ta udhëheq zëvendës kryeministri i parë i qeverisë dhe aty do të jenë të kyçur edhe më tepër ministra. Kështu që niveli më i lartë i udhëheqësisë shtetërore do të jetë i kyçur në implementimin e kësaj politike. Kështu që mbetet pas miratimit të ligjit do ta ndjekim dhe do të përcjellim se si do të zhvillohet politika e këtij. Kujtojmë se pas shfuqizimit të mekanizmit të balansuesit nuk ka asnjë rregull për përfaqësim të drejtë të shqiptarëve në institucione. Pra, për momentin, çdo gjë funksionon në mirëbesim, ndërkaq as ligji i ri nuk parashes sanksione ndaj institucioneve shtetërore që nuk do ta respektojnë ligjin, gjithsesi punësimet dhe udhëheqësinë në nivel horizontal dhe vertikal. Të ketë edhe komunitete tjera në bazë të përqindjes së komunitetit të tyre, si shqiptarët, turqit, romët dhe të tjerët.